A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, sonte me lejen e Allahut Madhërisëm sipas përllogaritjeve tona, në vendit ton po hyjmë apo kemi hyrë tashmë në natën e 21 të 10 të fundit të këtij Ramazani. Një vlerë e jashtëzakonshme dhe një mirësi e madhe. Një mundësi e artë përfitimi. Një mundësi e mrekullueshme e avancimi. Çdo kush që ja di vlerën këtyre netëve e kupton se çfarë do të thotë ti përkushtohesh Allahut subhanahu wa taala për gjatë tyre. Ne e dim në bazë të argumenteve të përgjithshme se nata e Kadrit lëviz sipas mendimit të shumicës së dietarëve, pra nuk është fikse. Një pakicë dietarëve thonë se është fikse dhe ajo nuk lëviz nga nata 27. Sido që tjetë, ne si besimtarë të Allahut që jemi, si besimtarë të përkushtuar ndaj tij, kërkues të mirësive të tij, e mbi gjitha të faljes ndaj mëkateve tona dhe të shpërblimit me xhenetet më të larta. Nuk duhet të na interesoj shumë çështja e datës dhe e numrave se kur qëndron, por duhet na interesoj arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Është mirësi dhe vlerë e jashtëzakonshme, është lehtësim dhe nderim nga ana e Allahut për ne që ai e ka lehtësuar dhe e ka thjeshtuar kërkimin dhe arritjen e kësaj nate të begatshme. Besoni, të parët e këtij ummeti aq shumë e kanë kërkuar arritjen e natës së Kadrit, saqë për ta nuk ka pas shumë rëndësi edhe data, nuk ka pas shumë rëndësi edhe dita se kur mund të ndodhë ajo. Prandaj Ibnul Qayyim rahimahullah ka thënë, edhe sikur të ishte e fshehur nata e Kadrit brenda vitit, jo brenda muajit, jo brenda 10 netëve të fundit, por dhe sikur të mos e dinin fare se kur është brenda vitit, çdo natë do ta kërkoja atë derisa ta arrija atë. Pra kaq shumë kanë pas interesim, kaq shumë ja kanë ditë vlerën kësaj nate të parët e këtij ummeti, të devotshmët pasues të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Të parët e këtij ummeti çdo natë në 10 e fundit, nga momenti që kanë bërë iftar, a kanë përfunduar iftarin, janë la, janë pastru, i kanë vesh rrobat më të mira që i kanë pas, i kanë parfumos vetët e tyre me parfumet më të shtrenjta dhe më të mira që i kanë pas, që kur të vije përjetimi i natës së Kadrit ata të jenë në formën më të mirë. Sepse kjo natë nuk është thjesht një natë. Në këtë natë besimtarët e Allahut, Allahu e trazon komplet qiellin me të gjithë meleket e tij. Allahu zbret në qiellin e kësaj dynjaje për të na nderuar neve dhe pret prej nesh që t'i kërkojmë atij, prej faljes, prej mirësive, prej begative. Një prej kuptimeve të natës së Kadrit është dhe nata e caktimit të fateve. Pra përgjatë gjithë vitit, përgjatë gjithë asaj se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, caktohen pikërisht në këtë natë. Andaj këtë natë, përpos tjerash, duhet ta përjetojmë edhe si një mundësi e kërkesave dhe e pranimit lutjeve tona për vitin e ardhshëm. Pra, nëse arrim natën e Kadrit, edhe lutim Allahun me na dhon punë të mirë, shëndet mirë, familje të mirë, martesë të begatshme, lumturinë këtë jetë, lumturinë botën tjetër, xhennet, takim me Allahun, gjitha këto i pranon Allahu për gjatë gjithë vitit. Pra, nëse ne ja qëllim natës Kadrit, edhe bëjmë dua sinqerisht, edhe Allahu sheh hajrin të dua. Edhe Allahu sheh mirësinë, nëse unë ja pranoj këtij robi këtë dua, ky do të ngritet. Allahu ka më ta pranu. Përpos nëse është më hajër për ty, mos më ta pranu, ose nëse është më hajër për ty me dhon shpirt, mos më jetu. Allahu nuk ta pranon sepse kjo është më e mira për ty. Përndryshe, nëse është më hajër, Allahu ka më ta pranu atë lutje. Andaj le ta shfrytëzojmë, se nuk i dihet mund të jetë kjo nata e Kadrit. Zakonisht kërkohet në netët tek, por jo detyrimisht mund të jetë vetëm në netët tek. Mund të ndodhë që të jetë edhe në netët çift. Ka edhe transmetime që disa sahabi e kanë dëshmuar që në natën e 22 e kanë përjetuar natën e Kadrit. Edhe pse
është natë çift. Pra nuk duhet na mu kap shumë pas neteve, edhe pas datave, por duhet pas përkushtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përjetuar këtë shkëputje shpirtërore për gjatë 10 netëve të fundit. Edhe është vetmu madje me nivelin më të lartë të kësaj shkëputje, duke u futur në itikaf. Dhe ju e dini, itikafi është vetmimi me Allahun në një prej shtëpive të tij, në xhami. Është vetmu krejtësisht pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është largu prej familjes, është largu prej dinamikës së përditshme jetësore, është largu prej përgjithësive të jashtme popullore, është vetmu vetëm me Allahun, me arrit këtë natë. Pra kjo çështje është shumë e rëndësishme. Edhe nuk duhet na aq tepër me kufizu veten dhe me thonë unë e pres natën e 4 vetëm natën e 27. Sepse ne nuk e dimë se ku fshihet sekreti i Allahut. Ne nuk e dimë se cila realisht është nata e 4-it, por ne një gjë mund ta bëjmë. Cila do që të jetë kjo natë, ne i kemi marrë gjitha masat e nevojshme përgatitore për me arrit atë. Wallahi vetëm një istighfar me të pranu, do të jesh për xhenetlive me lenin Allahut. Vetëm një 2 recat me të pranu këtë natë, do të jesh për xhenetlive me lenin Allahut. Vetëm një punë e hajrit, një sadak, një fjalë mirë që ke bë, një agjërim ditor që ke mujt me bë, nëse të pranohet tek Allahu, do të jesh për xhenetlive. Pse? Allahu thot Kur'an inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu nuk e pranon veprën vetëm se prej të devotshmëve. Që do të thotë, nëse ta ka pranuar Allahu qoftë edhe një 2 rekat namaz, apo një istighfar, një kërkim falje, apo një sadaka, apo një fjalë të mirë diku, apo agjërimin, e kështu me radhë, dije se je prej të devotshmëve. E devotshmëria është kategori. Ka devotshmëri minimale edhe ka devotshmëri maksimale. Mund të jesh nga ata që je minimalisht i devotshëm, por futesh në kategorinë atyre që Allahu i do dhe pranon veprat. E mund të jesh prej kategorisë atyre që i kanë arritur majat maksimale të devotshmërisë. Dhe ne ndryshojmë. Varësisht nga përkushtimi ynë ndaj Allahut subhanahu wa taala, ne edhe ndryshojmë. Prandaj Allahu i Madhërisht e ka urdhënuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht edhe neve përmes tij me këtë ajet kuranor. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Përmende Allahun, përmende emrin e Allahut, pra përmende Allahun, përkujtoj Allahun me dhikr, me namaz, me ibadete të shumta, wa tabattal ilayhi tabtila. Edhe përkushtoju atij plotësisht. Pra, le të ketë një shkëputje shpirtërore mes nesh dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Sidomos në këtë kohë, ku zhurma publike na i ka lodhur veshët. Angazhimi pas dynjas na i ka ngurcuar zemrën. Dinamika e jashtëzakonshme, e pakapshme, e pa arritshme, na ka qitë prej sferës së devotshmërisë reale. Andaj le ta rikthejmë veten në këtë sferë. Pikërisht duke dëshmuar Allahun tonë të bekuara që ne me të vërtetë synojmë kënaqësinë tënde o Allah. Ne nuk dëshirojmë që nata e 4 me kalu pas një përjetim nga ana jonë. Siç thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Men hurima khayraha faqad hurim." Kushdo që privohet nga mirësia e kësaj nate është me të vërtetë i privuar. Le t'ia dëshmojmë Allahut spaku me një kërkim falje, me një istighfar sinqert, me një namaz sinqert, me një sadak, me një agjerim sinqert, me një fjalë të mirë e kështu me radhë. Sepse nuk dihet se ku fshihet sekreti i xhenetit ton, i faljes son dhe i ngritjes son në këtë botë para botës tjetër. Lutim Allahun e Madhërisht që të na bëjë për besimtarëve që e arrin natën e 4-it, kurdo që të jetë ajo, që të mos jemi për atyre që privohen nga mirësia e kësaj nate, të jemi për besimtarëve që nga kjo natë që arrim të na shkruhen fatet e mira, na shkruhen caktimet e hajrit, caktimet e dobishme, të na pranojnë lutjet e qelluara dhe të na falen mëkatet, gabimet e paramenduara dhe të paparamenduara, nga se Allahu është falës i madh dhe është bujari absolut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.